Dhe edhe unë jam jaftë që ta bëj një gjë të tillë. Edhe unë jap jetë dhe jam vdekje. Personi i cili polemizoi me Ibrahimin a.s. në çështjen e Zotit, e i cili ishte i pajisur me pushtet, mendoj pra se pushteti i tij e bën të përhershëm, mendoj se pushteti i tij e bën të jetë i pamposhtur. Ai i tha Ibrahimit a.s. Çështja e Zotit tënd, që ti mendon se unë nuk jam Zot, e dikush tjetër është Zot. Qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti jem, tha, preku një element që mendoj se do ta sfidoj atë. Zoti jem jep jetë dhe vdekje. E Ibrahimi a.s. mendoj se ky argument do të ishte i mjaftueshëm. Qala ana uhyi wa umit. Tha, edhe unë jam jaftë që ta bëj një gjë të tillë. Edhe unë jap jetë dhe jam vdekje. Kurani nuk e detajon këtë, por ngjarja është se ai thiri parin, tha, mi selli dy të burgosur. Dy të burgosur, pra që të dytë janë prapa jetës dhe vdekjes. Dhe tha, dha urdhër për njërin që këtë mbytet, pra për njërin të lirohet, e tjetrit të mbytet. Për njërin të jap jetën, e tjetrit ja jap vdekjen. Dhe ai që u lirua, u konsiderua që tash ky jeton, ndërkaq ky i burgosur tjetër u dha urdhri që të ekzekutohet dhe u ekzekutua, tha, ja, ashe, unë këti jap jetën, këti jap vdekjen, pra, unë jam Zoti. Ibrahimi kur e pa se ky mund të marrë në qafë njerëz të tjerë, shkoi tek argumente të tjera. Çfarë ishin ato? Qale Ibrahimu fe inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq. Thotë Allahu është në gjendje ta sjell diellin ka lindja. Fa'ti biha min al-maghrib. Pse se provon ti që ta sjellësh atë nga perëndimi? Çfarë të thotë? Tashmë nuk është e lehtë. Tash këtu nuk mund t'i thuhet diellit hajt të del ka perëndimi sonte për hatër tem. As nuk mund të thirrë ndonjë planet tjetër dhe ta urnojnë diellin që ai të del këndej ose andej. A dikush diellit po i jep urdhër, sepse ai po i bën lëvizje të tjera. Febuhit alladhi kafar. E aty poshtë ky personi që e mohoi Allahun xhalla xhelaluhu, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allahu padyshim nuk i uzon popujt e zullumçar.